Marash Kumbulla është ringjallur te Espanyoli, 25 vjeçar i huazuar nga Roma ka bërë mirë gjatë gjithë sezonit e sidomos këtë muaj. Skorët e ka përcjellur në formacionin e muajit të prillit për La Ligën, bashkë me disa lojtarë të Espanyolit në mbrojtje janë treguar spektakolar, teksa klubi ka fituar pikë të rëndësishme për mbijetesën. Pjesë e formacionit janë edhe lojtarë si Yamal dhe Rafinha, të dy këto pjesë e Barcelonës që po marshon drejt titullit kampion. Kumbulla shnoi edhe një gol fitore e gjatë këtij muaji. Forma e mirë pas disa dëmtimeve ka bërë që Kumbulla të marrë po ashtu minuta tek kombëtarja shqiptare.